Të nderuar qytetarë, ditën e djeshme, portali CNA.al e media CNA TV ka nisur publikimin e komunikimeve të Erion Veliajt nga ambientet e burgut të Durrësit me familjarët e tij. Nga këto përgjime kuptohet fare qartë se Leçani Carlo Bolino është pjesë thelbësore e skemës mediatike të kryebashkiakut në Qeli për sulmuar prokurorët e SPAK-ut, Olsi Dadon dhe Altin Dumanin. Deri këtu asgjë e re nuk po ndodh, pasi për këtë strukturë kriminale që linçon çdo për të shërbyer pushtetit, kemi vite që flasim dhe SPAK nuk ka reaguar. E sot kjo strukturë po sulmon vetë prokurorët e posaçëm dhe sistemin e ri të drejtësisë, të cilët deri dje i quante kolegë të nderuar, të disiplinuar dhe të mirë organizuar. Nga kjo foltore, kam bërë publike disa herë lidhjet dhe përdorimin e medias së Carlo Bolinos me këtë strukturë kriminale. Kam bërë publike e-mailet për pagesat që merrte media e Carlos nga inseneratori inekzistent i Tiranës për fushatën elektorale të vitit 2021. Kam bërë publike parat që Carlo ka marrë nga buxheti i Akshit për ndërtuar godinën, nga ku sot shpif e linçon në mënyrë permanente për opozitën e tashmë edhe për SPAK-un. Kam bërë publike aferën 1 euro me firmën e vet Edi Ramës dhe të Erion Veliajt për t'i dhënë Carlos 4120 metër katror truall publik, i cili ishte i destinuar për shkollë dhe përfundoi në një mejhane mediatike që shpif e baltos çdo ditë këdo që kritikon grupin e strukturuar kriminal të inseneratorit Tiranë apo 5D-n. Prej më shumë se një viti e gjysmë, Partia Demokratike e Shqipërisë ka depozituar 2 kallëzime në SPAK për aferat e Carlo Bolinos, të cilat, sipas informacionit zyrtar, janë bashkuar në një kallëzim të vetëm, ku është e regjistruar vepra penale, por ende pa autor, pavarësisht se autorin nuk ka njeri me logjik normale që nuk e kupton se kush është. Ajo që ka përbën sot interes madhor për opinionin publik është identiteti i prokurorit posaçëm që po mban në sirtar këtë dosje kriminale, duke e nxitur kështu Carlon të vazhdoj të shpif e të baltos çdo ditë, jo vetëm për opozitën, por tashmë, siç e faktojnë edhe përgjimet, edhe për vetë strukturën e posaçme. Kush është ky prokuror që po i shërben verbërisht grupit të strukturuar kriminal 5D? Përse SPAK i jep kohë banditëve të tillë mediatik, duke fshehur faktet dhe provat e depozituara nga Partia Demokratike prej 18 muajsh? Kush është zyrtari i lartë i Partisë Socialiste, ish ministër dhe sot kandidat për deputet, që fshihet jo vetëm pas këtij prokurori, por sipas gazetarëve, edhe pas shantazhimit me nxjerrjen e dosjeve hetimore të prokurorëve që po hetojnë Erion Veliajin? Këto janë pyetje të cilave duhet t'u jepet përgjigje sot. Kushdo që shkel ligjin duhet trajtohet i barabartë përpara ligjit. Pak rëndësi ka nëse quhet Carlo, Erion apo Edvin. Ju faleminderit.